Anton Quni ka dalë në krah deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Armend Zemaj, pasi që ky i fundit ditën e djeshme u përfshi në një përplasje fizike me një qytetar. Quni ka deklaruar se Zemaj është fisnik në sjellje dhe se kontributi i tij sjell një frymë pozitive dhe qetësie në ekip. Quni ka thënë se Zemaj qëndron si një mur në një botë ku shumë lëkunden nga frika dhe se ai është i pathyeshëm para kërcënimeve. Nuk ka shantazh as frikë që e bën Armendin të kthej kokën pas. Për të parime, drejtësia dhe e vërteta janë më të shenjtat se siguria personale, ka shkruar Quni mes të tjerash. Në vijim postimi i tij plot, jam shumë me fat që kam bashkëpunëtor, një si Armend Zemaj. Në punën tonë të përditshme, Armendi shquhet për qasjen e tij paqësore dhe gjithmonë bashkëpunuese. Është vërtet fisnik në sjellje, një person i urtë që ditë i dëgjoj dhe të ofrojë zgjidhje me maturi. Kontributi i tij përveç profesionalizmit sjell një frymë pozitive dhe qetësie në ekip. Me urtësi dhe paqe ai menaxhon situatat më sfiduese. Karakteri i tij fisnik dhe fryma bashkëpunuese e bojnë atë një antar të çmuar të ekipit. Përkushtimi dhe sjellja e tij pozitive ndikojnë drejt për drejt në suksesin e përbashkët. Në një botë ku shumë lëkunden nga frika, Armendi qëndron si një mur i pathyeshëm para kërcënimeve. Ai na kujton se guximi i vërtet nuk është mungesa e frikës, por aftësia për të vepruar me dinjitet pavarësisht saj. Nuk ka shantazh as frikë që e bën Armendin të kthej kokën pas. Për të parime, drejtësia dhe e vërteta janë më të shtrenjta se siguria personale. Armend, ti na tregon se të kesh kurajo do të thotë të jetosh sipas bindjeve tua, pa lejuar kërcënimet të shkruajnë fatin tënd. Mbyllet ky reagimi i Qunit mbi rastin e Armend Zemajt. Janë publikuar pamjet e sulmit të deputetit Armend Zemaj ndaj mërgjimtarit në sheshin e Prishtinës pasi ky i fundit e kishte quajtur rrenc. Në kohën kur deputeti ishte duke dhënë një intervistë televizive, si Zemaj ashtu edhe mërgjimtari kishin dhënë versionet e tyre të ngjarjes. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Zemaj shpreu keqardhje të sinqertë për incidentin, duke theksuar se reagimi i tij ishte në afekt dhe nuk përfaqëson as bindjet e tij personale, as parimet që mban si deputet dhe antar i LDK-s. Një qytetar nuk e di a ishte e rastit apo me qëllim të caktuar, këtë do ta vërtetoj policia. Më ofendoi dhe më provokoi verbalisht me fjalë të papranueshme para medias dhe gazetarit që ishim në intervistë. Në atë moment reagova në mënyrë të vetmbrojtjes në afekt, gjë e cila nuk përfaqëson bindjet e mia, shkroi Zemaj në Facebook. Ndërkohë, mërgjimtari Nua Osmani ka dhënë versionin e tij rreth incidentit të ndodhur. Ai tha se është fyer rënd jo vetëm ai, por edhe gruaja dhe nëna e tij. Ndërkohë, policia e Kosovës është marrë ditën e djeshme me deputetin e LDK-s Armend Zemaj, i cili në mes të sheshit e sulmoi bashkëdhetarin nga Gjermania. Zemaj nuk ka qenë i qasshëm, por përmes rrjetit social Facebook ka nënvizuar se kjo do t'i shërbejë mësim për të qenë më i durueshëm dhe më i përmbajtur në çdo situatë. Ndërkohë, bashkëdhetari Nua Osmani ka dhënë më shumë detaje se si ka ndodhur rasti. Ndërkohë kërkon që deputetët të cilët sillen me arrogancë si Zemaj fyejnë qytetarët dhe i godasin ata, duhet të japin dorëheqje nga posti i deputetit dhe të mos merren fare me politikë. Ai më fyeu, unë ju afrova me pyet çka po don, ai u sollunshëm dhe më goditi. Unë prej tij kisha kërkuar që të kërkoj falje të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe mua për sjelljen e tij arrogante, të gjitha të tjerat le t'i kryej drejtësia nëse ka drejtësi, thot Osmani. Për të ndjekur procedurat ligjore, tani Osmani ka angazhuar edhe një avokat. Liridon Kutlovci, avokati i tij, theksoi se nga hetimet vetëm do të zbardhet e vërteta. I mbrojturi im do të vazhdojë me të gjitha procedurat ligjore deri në fund, shpreh ai. Rasti ndërkohë është proceduar edhe në polici. Lidhur me incidentin, palët e përfshira janë intervistuar dhe pritet që lënda të procedohet më tutje. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armend Zemaj ka goditur me grusht një qytetar në sheshin e Prishtinës. Zemaj ishte duke dhënë një intervistë për një media vendore në momentin kur ka ndodhur incidenti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, vetë Zemaj pretendon se është ofenduar dhe provokuar nga qytetari. Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. Sot gjatë një interviste publike ndodhi një situatë e pakëndshme për të cilën ndiej keqardhje të sinqertë. Një qytetar nuk e di a ishte e rastit apo me qëllim të caktuar, këtë do e vërtetojmë policia. Më ofendoi dhe më provokoi verbalisht me fjalë të papranueshme para medias dhe gazetarit që ishim në intervistë. Në atë moment reagova në mënyrë të vetmbrojtjes në afekt, gjë e cila nuk përfaqëson as bindjet e mia personale, as parimet që unë përfaqësoj si deputet dhe si antar i LDK-s. Në këto raste, sulmi dhe fyrje të ulta sigurisht do duhet të ruajë qetësinë dhe dinjitetin në çdo rrethan dhe pavarësisht provokimit,
i cili nuk më ka ndodhur kurrë gjatë karrierës time. Dhuna në çfarëdo forme nuk është përgjigje e drejtë. Për këtë veprim shpreh keqardhje dhe kërkoj falje publike. Kam respekt të plot për çdo person, për çdo mendim dhe çdo kritik, pavarësisht se sa e ashpër mund të jetë ajo. E imja është të mos reagoj me emocione, andaj duhet të më shërbesi mësim për të qenë më i durueshëm dhe më i përmbajtur në çdo situatë. Faleminderit të gjithëve për mirë kuptimin. Sa kaq deputeti i LDK-s Arben Gashi ka dalë në krah bashkëpartiakut të tij Armend Zemajt, i cili sot e gërshtoi një qytetar në shesh. Dhuna, qoftë verbale apo në çfarëdo forme tjetër ndaj përfaqësuesve institucional, duhet të marrë emërtimin e merituar, sepse nuk është vetëm ndaj individit, por ndaj vetë funksionit publik që ai përfaqëson. Në një shoqëri demokratike, kritika është e domosdoshme dhe e shëndetshme, por dhuna nuk ka vend. Armend Zemaj qëndroni pa lëkundur, ka shkruar Gashi. Vetë Zemaj sa kaq kërkoi falje duke thënë se ka vepruar në afekt të vetmbrojtjes.